Rikthehemi në studio, jemi dhe një pjesën e dytë në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkohen këto momente. Gjithashtu, mirëmëngjes telefonata e parë për ditën e sotme e mërkur, 5 gusht 2026. Mirëmëngjes, përshëndetje. Atëherë përshëndetje i nderuar, përshëndetje të gjithë shqiptarëve që ndjekin brenda dhe jashtë kufive të dheut, respekt masivisht për gjitha emigrantë që po sakrifikojnë në këtë vend. Atëherë, i nderuar, unë po lidhem pak protesta. Po. Me respektin më të madh për ata djem dhe vajza, me respektin më të madh për ata prindër, me respektin më të madh për ata njerëz që po vinë në karroca, për ata invalid, për ata njerëz që po e vuajnë dhe me realitetin e tyre para kësaj rilindje. Po thonë gjithçka. Dhe gjithçka realiteti është kjo qeveri për 36 vjet dhe kjo rilindje për 14 vjet e ka shkatëruar këtë vend. Nderuar miq shqiptar, vetar, miq, njerëz të mirë që doni këtë vend, mos u shitni kur, mos u bëni tradhtar, ashtu si protesta. Ashtu si ata djem dhe vajza me respektin që unë isja vetë në përrjetet e internetit mua më përgëzuan, se unë jam një djalë realist, një njeri që dua këtë vend, dua të dua Shqipërinë, që dua natyrën, dua gjithçka, dua ta hyjet e elvetit ata janë fëmijët e mi, ata që ishin janë fëmijë dhe unë jam një prindër i atyre fëmijëve dhe me respektin më të madh u bëj disa thirrje, mos të largohen nga i shesh, sa i sheshi të drejtës dhe sheshi i realiteteve që ata po thonë për dita, me fakte dhe me argumente, para kësaj rilindje, para këtë kryeministit të kalbur që e bëri këtë vend, i bëri këta njerëz me thjesht, me përlotje, po e them se jam një njeri që ndri dhe kur shikoj ekranin tuaj duke qarë me përlotje të madhe, se ky njeri e degradoj në çdo drejtim, e degradoj në firma, në administrator, në të tërë, në shpartallim, deri e shikoni nderuar sa bëbë për ndarjen territoriale të bashkive. Nuk e di sa bashki janë, më dëgjoni dashur. Po, të dëgjoj zotri. Bashkit ky do t'i shkrim, pse do t'i shkrim bashkit? Bashkit kanë atë intelektin e tyre, kanë afrimin e tyre, kanë gjithçka që u vjen shërbimi, u vjen gjithçka. Se po ky arriti të shkrejë bashkit, do mbaroj biznesi, do mbaroj gjithçka dhe ky vend do shpopullohet. Kur ky vend do shpopullohet, do vi në një kaotike, e disi janë komunistët, një realitet, ta duan vendin të braktisur. Dhe një njeri për lek, për interes, këta të vrasë. Prandaj, me respektin më të madh, me dashurinë më të madhe, u bëj dhe një thirrje publike, unë jam i gatshëm përsëri. Do vi përsëri aty por rreth kur është ajo protesta e madhe. Rreth datës 14 gusht. 15, unë do vi në Tiranë dhe do reagoj aty. Dëgjon. Po të pëlqen sheshi me sa duket? Po, sheshi i madh, i kam ashu ato sheshe. Nuk kam ëndra se i kam tani këto ëndra, më kupto. Mua kam vranë shkollimi se mund të ishim dhe bashk gazetar aty, se unë kam mësuar dhe kam qenë mesatares në pekes. Por persekutimi prindve dhe persekutimi që më kanë bërë mua këta thjesht dhe respekti që u kanë bërë këtyre deri tek kanë ambulent me 2000 lekë këpuc, kjo është një çmenduri. Ta vrasë shtetin të bukitoj, ta vrasë tek intuita, të thua shtetit fulak dhe thjesht po të them duke më dëgjuar dhe gjithë shqiptarët jetë. Të kuptova. Unë të falenderoj shumë për telefonatën, përshëndes, të uroj gjithë mirat. Ne do i lëm hapësirë tani dhe të tjerëve për të komunikuar. Presimi tjetër telefonat. Zotëria shpreu dëshirën 2 javë më parë, në mos gaboj ose diku te 10 ditë më parë për të ardhur në Tiranë dhe për të folur, por nuk ishte mundësi ekonomike që të vinte. Shqiptarët ja mundsuan vajtën e morën 2 djem në Tepelen, se është në Tepelena dhe sot në Tiranë, ku dhe mundi të flas nga foltoria. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Kime probleme këta budallaj që mojnë telefona për jo. Nuk të dëgjova, edhe njëherë të lutem. E si dhe problem që në budallajme që mojnë që masor shtatë ke, i ke këtë me alkohol. Po tani nga e përsa këto në që janë budallajnë? Si që është kotë? Kanë ardhë të zhjetë problem këti. Ore, zotëri, nga e kuptove që janë budallajnë, po themore? Mas se ojë këtë për trupët i ke. Këtë trupët i ke, këtë. Tani, ti diti qka për budallajnët? Që i nje. A ti.
Mirë, faleminderit për telefonatën, edhe pse nuk e meriton thua faleminderit, po hajde. Presim i tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Unë përshëndes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Zotri. Dhe kishe puna budallëve, po them edhe unë se kush është budalla. Mos ta vulgarizojmë. Po. Unë e përcaktoj në këtë mënyrë një njeri budalla. Një njeri që nuk njeh bukurën. Një njeri që nuk njeh mirën. Një njeri që nuk njeh fukaralli, kur është fukarallë se njeh pala. Një njeri që s'proteston. Një njeri që rrin vetëm në heshtje. Heshtja të vetë, pra e budalla. Tash të dalë të tema që kam unë. Përshëndetje e gjithë që dalin me ti. Duke i kërku falje që unë nuk jam atje. Se kam mundësin shëndetësore. Por ama me telefone, me shpirt jam aty. Edhe i klikoj gjithë. Por e për në vjellin kalamajt për nejtë morën telefon. Në bi nga 200 euro në mujë. E di ku shkojnë ato leke për? Jam bo 800... 187.000 lek, 186.000 lek vinë. Po, ama, sa mershe? Në 100 euro mershe i 1.400 lek. Mershe 120.000. Kurse të shi marrë 82.000. 20% lekve mi Jo vjellë. 82.000, 93.000 lek. 93 është, po. 92.000. Po. 92 është sot. Okej. Edhe dje 92 ka qenë. Të e thyva, përre. Pra, ju bof kanë se e leku fëmive të mi. E gjithë fëmive që janë refugjat. Vetuat me qëra unë ngajtë për eros. Gjitha e ngajtë, nafta. Unë ngajtë. 214 lek nafta. Me pension që jetojmë ne, edhe mendimin e kalamajve, unë po të me gjohë për dje ku ka rrikum. Me sinceritet. Pa politikë, se unë nuk du me i pa me syta. Bile, dhe i dje nuk i kam dasht, sot unë ato i urej. Dhe që ti uresh, ka shkak. Dhe si unë janë mira, dhe shkaku do ketë edhe pasoj. Të kuptove. Të janë ftyrat njërë të mërë. Që ose eksiston, njëri ju ma pare njërë në botë, është vetëm e dirama. Dhe ti shkosh ma pare diramës, njëri ju që del pa brek, njëri ju që tallu, njëri ju që të sot si ke bloka në majtë 4-5 gjithë për je, ku shëshejmë. A njëri që i thot fmive, socialistëve shifni nikoni ramën nudo, dhe për plasin duart, qeshin ato gratë. Unë e shkëllu grunë ti me qesh për ato raste ashtu. Që herë që shky popull shkun. Po shiko të një, se nuk më të regojsh i dhunë që me zonjat. Të kujtoj 2 vajlet fishës. Që thot, ka me ardhër, Sjeraja, thot, Ralla, qiptave të një, që kanë mu lutë kush dhe pushnoj vedin ma shumë. I doli fjalla fishës. Të kuptova, Zotri, me këto fjallë mbyllim. Ka i herë, ta mbyllim pare, zhjeme me vëso pa Shkodanin. Them, ti ke keni Zoe Ram, burrat e dhe u thjeshin am. Kur kam qenë Zoe Ramun? Të kuptova. Faleminderit Zotri për telefonatën. Ka pasur Shqipëria, momente plot që ka qenë zonja Ram. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mëngjesi. Mirëmëngjes Zotri. Na Lazarati ju shqetësoj. Përshëndetje Lazarati. U përfshiva par dje në një aksident në Kollorës në vendin e quaj Vjera nga Gjirokastra dhe më dëgjon? Po, në Kordocë the. Në Kollorës. Po? Aty ishin 3-4 makina me targa greke vina Kakavia për të bërë pushime në Shqipëri. Dhe u bë vari në Kollorës, u bëm, si thonë, shallanurit e mineve këtja nga Gjirokastra. Vjen një makinë e bardhë, i parakalon të gjitha makinat, të 4 taktot me targa greke. Po? Edhe, kjo tani më godet mua që vija për në Kakavije, ata vejnë për Gjirokastër. Ti po vje godet mua dhe unë senem 360 gradë. Po. Rotullim. Dhe në këtë moment, unë godit makinën e parë që vjen nga Greqia. Me emigrant, me 2 grade, me 3 fëmijë brenda. I bëra përdekje.
Vjen policia, lajmëruan policinë, vjen për 1 orë. Të 4 makinat e Grekut u bën për serviser. Për 1 orë aty në Kordoc? Për 1 orë në Kordoc, qafët, për 20 minuta. Erdi policia. Po duhet vinde më shpejt aty. Policia dhe mua më thot që unë isha ai që Shkaktari. më goditi benzi, më goditi makinë e bardhë muan. Në krahun tim ka plasur gomën e pasme, edhe komplet pasqyra e gjitha krahun tim dhe policia, ata ekspertë që erë pa pikën e turbit. Që ata janë jo policet, ata janë ata të themi, që të ofendojmë. Dhe më thonë që ik gjeti ata që të goditi, sa i që nga goditi iku. Iku nuk u gjetë më ai. Iku nuk u gjetë më. Me gjithë këto kamera, me gjithë këto gjaktu dhe policia më thot pa pikën e turbit ti, gjeti, se ne s'kemi që bëjmë. Qa thua, më zotri? Shko, mund të bësh kallëzim direkt në prokurori, zotri, që të nisi jeti me prokuroria, kjo është një mënyrë. Unë tani bëj dhe një thirrje atyre ekspertëve, vajta dhe djetin aty në komisariat, erdi shefi qarkullimit dhe mua me gjithë një ekspert tjetër, por ata më thonë që s'ka shenja, nuk ka lënë shenja në makinën tëne. Shiko, do marrësh ekspert privat, zotri. Merr një ekspert privat. Po mirë, dakord me tyja jam dhe u. Unë i bëj dhe një thirrje. Atija shefit qarkullimit Gjirokastës, shefit komisariatit. O zotri, ata kanë bërë proces verbalin, ty ata po ta kanë bërë proces verbalin, qa do bësh më? Thirrja besoj, gjithsesi, bëhen një thirrje. Mua me fajse, thot që ai ku thot ti godit e këta të tjerë. Po të kuptoj, pra, po ta kanë bërë proces verbalin, ti duhet të apelosh edhe të kërkosh drejtën tënde. Një me 2 mënyra. E drejta në Shqipëri, sa u gjetë atyre që u edhe në atyre piperë, ai do gjetë policia shtetit atyre. Po ti do bësh përpjekjen tënde, më mos i lërë kështu, si do i lësh? More, nuk do lë gur pa lëvizur. Shumë mirë, merr një ekspert privat, merr një ekspert privat. Me këm, jo me makinë. Të kuptova. Merr një ekspert privat, zotri, dhe e dyta do bësh kallëzim prokurori për të gjetur prokuroria të nisë jetimet për zotrin që është larguar nga vendi ngjarjes. Sepse është vepër penale largimi nga vendi ngjarjes nëse pretendon që ka bërë aksident me të. Edhe një herë tjetër ta zgjatet pak me tyja, i bëj thirrje atij personit, se ai do gjenet. I bëj thirrje personit të vi ose të më thot në rrugë private, ose si të doj të bëj, të vi të më takoj, të zërë numri telefonit është 069 76 85 710. Mirë, në rregull. Faleminderit. Mirë, zotri, faleminderit për telefonatën. Presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Presim vetëm pak sekonda se të konfigurohet lidhja me telefonatën e radhës. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zoti gazetar. Përshëndetje, urdhëroni. Mirë, kujtë fukata. I bie fati kejtë se merret me gjykatat e prokurorin në këtë shtetë gjyqin e ka të humbur. Këto ditë, një trup dikush në gjykat në Kortës, me kryetare Gentiana Shukollari dhe mendim se kryetare në gjykatës Korçë, e gjyqtar teatr dhe një prokuror, që nuk e marrë do të në mend si e ka marrë atë titull prokuror, muarën një vendim të papërgjegjshëm, me një arsyetim që duket se e kishë marrë pregatitur vetë avukati i kriminali, duke trazuar pistra tona, ne familjarve dhe me këtë vendim, ata vranë për herën e dytë, djalin tonë të shtrenjtë artist nake. Këtë trup dikush, prishi vendimin e marrë në datën 4/9/2007, që kishë dhenë në kriminalit Grejon Tjaolli me burg për jetë, i cili mbasi vrau djalin tonë u largua në drejtim pa ditur me ndihmën e policisë dhe deri më sot ka 25 vjet është në Arati. Në gjyqin që u dënua ky kriminal më datën 4/9/2007, avukati dhe familjarët e kriminalit e kishin afruar kryetarit të trupit gjykus, zotit Atmir Belishta, 25.000 euro për të prishur vendimin nga burg për jetë në vit e burg. Po ky gjyqtar, me integritet dhe ndershmëri, nuk pranoi këto para dhe mbi bazën e provave dhe fakteve për vrasjen e rrethanat sulmtare e dënon me burg për jetë. E përmend këtë shembull si modeli gjyqtarëve që duhet të jenë sot zoti gazetar. Më falë, zotri, një pyetje. 25 vjetë, jam barova. Si kriminali ndodhet në Arati,
Gjykata e Korçës me këtë vendim, merr një vendim tjetër. Prish burgun për jetë të këtij kriminali dhe i sakton ka vite burg. Dhe këtë vendimi për jetë i ka kaluar gjykatës apelit dhe gjykatës lartë. Dhe është lënë në fushë për jetë. O të rrugë gjykus, ju jeni treguar pa shpirt, që nuk deuni t'ja dini për rendjen tonë, për këtë plagje që nuk shërohet ka 25 vjetë. O të rrugë gjykus, ju vetëm për atë që ky kriminal ka 25 vjetë, i ishtë larguar në drejtim paditur dhe nuk ishtë dorëzuar. I ka bërë karqiveq, organet e policisë, që nuk e ka, po prito një minutë, që nuk e kapën dot, por e mbrojnë, drejtësisë, prokurorisë e gjykatës, dhe i bëjnë karqiveq, a i sot në kokën e qepi rrugëve të Tiranës, ndoshta, drejtësisë e qepi, ju duhet të dënoni me 2 burg për jetë. Ne mbasi dëgjuam. Zotri, për ta sqaruar, unë e kuptoj që është një ngjarje e rëndë, jo të lutem, që ta sqarojmë, më dëgjoj pak. Juve ju kanë vrarë djalin, mos gaboj unë, a? Ju drejtuam, ne dimë ka është shmendur vetë një, se ka emrin e Dirama, po ju pas ka shmendur të gjithë. Më shumë ju, drejtësinë, gjykatën e prokurorisë, njerë ne, punetin i ka të ndusur ju, që ju paguajmë me taksa tona. Falenderi, zotë i gjitha qësar, po, ka e qenë shprejmë kështu, të kuptova. Se nga shtirësi. Nga prejmë ka brenda, zotë i gazetar, po shbet kështu me këto gjykata, me këto prokurori, 25 vjetë janë ratitur, edhe i falë burgun për jetë. Zotri, qa vendimi mori gjykata tani, për vrasjen e djalit tuaj? Mori gjykata i fali burgun për jetë, dhe i saktovi ka vite burg. Por, zotria, autori dyshuar nuk është gjetur kur. Nuk është gjetur kur autori dyshuar. Po na shmenë në bre. Po na lojtë nga mento, o zoti gazetar. Po dhe djali jonë po srejtë për përëndinë ma. Zbet me ne. Vjen shumë kej, zotri. Presim edhe një tjetër telefonat në studio. Mirë mëgjes për shëndetje. Mirë mëgjesi. Alo, mirë mëgjesi. Për shëndetje, zotri. Mirë mëgjesi pasha, mirë mëgjesi. Hajde na jep sa energjit mirë tani. Kemi si duke si akalova. Mirë, faleminderit, si jeni juve? Gëzojmë, për atë folje që ke folur në protest, bravo të qoftë. Faleminderit. Më ke kënaqur. Faleminderit, zotri. Një gigant të folur të tu, për syrë përëndi ke folur, ta mënë zoti ke folur. Jo, aj shumë. Mirë, faleminderit shumë. Të gjo tani. Urdhra. Para ta ditës, një kopshit atje në një kopësh, ka qëlluar një vajzë. Po, një fëmi. Një fëmi 2 vjeçar me pëllëm, 2 herë ja ka futur me pëllëm. E vërtet. Po më kështë qëlluar mua, do kisha mundësi të më vete pëllëm në ana tjetër. Po miro, ka një jetë gjithë si janë për këto. Kanë 36 vjetë kopshet edhe. Po. Kanë një jetë gjithë. Si ka mundësi ore, si fuqin në punë, si nuk u vjen keqë që fillojnë, që vitë fute në punë e fillojnë fëmijë. Shumë e vërtetësh. Po si ka mundësi o vëlla, po si vjen tur pastaj gruas aty që punon, merë dhe lekët, edhe e qëllon fëmijën. Po mirë, po fëmijën e saj e qëllon ajo? A, ma merë mëndja se e qëllon atë fëmijë. Ma merë mëndja se dhe fëmijën e saj se trajton mirë ajo. Ma merë mëndja pa diskutuar fare. Po qa bëhet, ore? Po qa bëhet, ore, për nuk vjet liq fare, ore? Pa ato do pushkatur, ore. Po qa është jo punkshure? Nuk qonë do të në qerë dhe fëmin, nuk qonë do të në kopësh. Po dale qa u bënë, qa është jo barbarik shurë, qa është jo sklavërik shure. Po nuk njët fare. As gjukimi, as gjëpare, e su bëjnë gjëpare. Po së orë, kështu do jetojmë një, ore? Me frikët të qojë fëmijë në kopësh edhe vetë të raj, të fusi pëllëm asë që kure. Po ti unë që kuptoj, këta mbaka në më mirë, unë shikoj rrugës, ore. Po. Qëllon në nëna, qëllon fëmijën, ore. Mbanë qënin, unë kam pa një të përgëzoj një nën, të përgëzoj fëmijën, ore, ta puthi. Puthi i qënë të rrugës. Puthi i qënë, ore, qa po bet, ore. O qa po bet në këtë dynja, ore. O qa po bet në këtë Shqipëri, vlla. Por Shqipëria është jo që duam ne, ore. Po kjo që nga Shqipëria, vlla. Po kjo që nga
po ti unë, edhe në botë që po besë lufta mbrojnë fëmijët. Jo, ne jemi kriminella, si ta theme së njerë qëtë. Jo, kriminella, që na qeveria, edhe nuk, që ragon asë njeri. Nuk ragon asë njeri, asë policia, asë gjë. Shikura, ajo që loj një maç atje. Edhe i zotë të din fare. Të kuptova. Pa da që muna, shumë gabim Shqipëria ka marrë keq shumë këtë situatë ti. Nuk e di se ku do i datë fundi sa e pune. Nuk e di. Të kuptova, zotërit, falenderoj shumë që ngre kështu shqetësimesh, që sinqerisht prekin gjithë popullsinë. Falenderoj, përshëndes, ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, i kthehemi sërish pas pak. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë, edhe në këtë pjesë të tretë do të presim telefonatat e qytetarëve për denoncime që doni të bëni, që mund t'i adresojmë në 2 emisionet tona investigative Veting dhe Takfak në News 24, apo për denoncime për shqetësime që mund të keni në zonat ku banoni, apo edhe vetëm për komunikime që doni të bëni me ne, ndani opinionin tuaj me ne. Numri i telefonit e keni të afishuar në ekran, prej këtij momenti është i hapur. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urime për emisionin. Përshëndetje, zotëri. Përshëndetje. Po bon 2 muaj sa që protesta ka filluar, i përshëndet gjithë protestuesit, por kemi një qeveri arrogante. Indiferenca e këtij shteti, e këtij kryeministri tregon aptasi që ky popull është i pushtuar nga këta kriminalë ordinar, nga këta vrasës, nga këta njerëz që po i pin gjakun këtij populli ky kryeministër. Po tallet çdo ditë dhe nuk do t'ja di fare për protestën, nuk do t'ja di fare për fjalën e lirë. Mirë, është ndërprerë linja me zotrin. Presim i tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes Klevi, përshëndetje. Mirëmëngjes i zonjë. Përshëndetje Klevi, të me gjithë shpirë, përshëndetje. Përshëndetje zonjë, përshëndetje. Të lumë të goja, të lumë të goja, të lumë të goja. O, faleminderit shumë zonjë, faleminderit. Ka për atë protestën, gjo, mua vjen shumë keq se gjoj fjalët, protesta më e bukur në botë, protesta. Po kuptoj drejt. Po ku vete ti parat mode? Po kuptoj drejt, protesta është protest, nuk ka protesta të bukra. Nuk e di. Është mendimi im. Po qa sugjeron, zonjë? Po që kjo proteste e bukur në botë, more? Po proteste pa kapur, pra zonjë? Parat mode? O zonjë, është proteste pa kapur, kjo është ideja. Edhe gjota si, sa për këto teritoriale që son këta bashkit. Po pëse më dojnë mbrylli bashkit? Shqipëria është vënd malor, do zbresja nga i fshat më i largët, me zi do zbresja aty në rrugë njerë. Pastaj do dhe në qytet, ku e ka traktuar shteti bashkit, o të si. Shqipëria është vënd malor. A i do të 2-3 orë të zbresi nga fshati ti të zbresi, ati do ma i taksi se nuk ka asë mjetë ande në përfshatra. Do paguaj taksin a i. Të kuptoj. Edhe në kohën e Enverit, edhe në përlagje kishte këshilla, edhe në fshat kishte shpilindje, ishte doktori, ishte dentisti, kishte vatër kulture, vinte infermieri, doktori, kishte dentist në fshat, kishte shtëpilindje. Të kuptoj. Shqipëria është vënd malor, more, Shqipëria është vënd malor. E kuptuam zonjë tani që është vënd malor. Nuk e di, është larguar dhe zonja. Gjithsesi e falenderojmë shumë zonjën për telefonatën, e përshëndesim, presim i tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Telefonata fundit para reklamave, ai na vlora, hapi një çështje i diskutim bukur, me thon drejt, dhe më pëlqeu ai diskutim e atit. Atë unë do ta vleroj çik më tepër. Edukata e prindërve ka të bëjë shumë. Shqipëri, kjo mungon nga prindërit. Dhe kjo është një shqetësim i madh për ne, se jam prind vetë sot, edhe adoleshentët është një problem i madh valla. Sovër se adoleshentët dhe mosha 13, 14, 15 ka një fjalor të pisët. Datë në rrugë, datë në rrjetet sociale. Atëherë kur
ne si prindër, të shikjërë përgjësina bje ne, pastaj shkolla pastaj gjëna tjera, kupton? Kështu që ne do ta kapim të vetja herë atë parë. Sa fëmijë po rrisim, e çfarë fëmijë po përgatisim për këtë Shqipëri valla. Ku po shkojmë ne si prindër valla? Thirrje I bëj vetë si me radh parë herë, pastaj prindër të tjerë. Atëherë ne qoftë ne nuk e japim edukatën që për vogël fëmijës, e mësoj fëmijën. Flet fëmija I fjalë pisët, ne fillojmë me qeshim valla. Po fëmija bëj diçka shumë turp, ne fillojmë me qeshim si prindër, ose halli tezë si daj. A kupton? E mbështesim atë pislik që bën fëmija, a kupton? Ne jemi ata që I mbështesim ta. Atë rreptisht, valla, unë kam qenë vetë adoleshent valla. Po sot ku gëzor që unë atë në atë I thosha babës tim, që bjerti lekë të hikë unë se këtu. Ja, më shak të puzë I shkull, ta qote së radrën e madon. A kupton? Ku kemi pas ne këshumë? Po mirë, kjo s'do të thotë që duhet të bëjmë njëjtin gjë me fëmijët tanë, po. Jo, më vllai, jo, lek, wow, s'ka lek. Pritë zotëri. Nuk diskutohet. Po nuk ka shtollime tjera valla. Patjetër. Sepse çfarë fëmijës, nuk diskutohet, fëmia kërkon shumë gjëra valla. Po duhet më plotsu. Duhet të vëni çik kufi fëmijës. Duhet më eduku. Të kuptoj. Në që do fëmija jepja. Edhe pa ne, kjo është ajo rezultat. Të kuptova, zotërit. Faleminderit për telefonatën. Gjithë duhet të rrisim njerëz cilët janë të vlefshëm për shoqërinë, edhe për veten e tyre në radh parë, pastaj për shoqërinë, por që dinë të jetojnë edhe në komunitet, edhe të jenë altruist, ndihmojnë edhe të tjerët, e mos shohin vetëm veten. Mirëmëngjes, përshëndetje. Ardhen linja. Presim dikë tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, Kevin, mirëmëngjes. Mirëmëngjes I zonjë, urdhëro. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Për protestën jeni gjithë mrekullueshëm, pa diskutim fare, nuk ka asnjë lloj komenti, efektin e ka bërë në botë, në Amerikë, kudo ku ka shqiptar. Për këto jeni të mrekullueshëm, edhe o Zoti I Madh, dalë shkoft atje ku është qëllimi I duhur. Po. Shumë probleme që ka Shqipëria, kam I marr gjobat në ajër, në fluturim. Kam marrë një gjobë 300.000 lekëshe. Çudi e madhe, vjet në maj, dhe e marr vesh tani. Gjoba natyrisht ka shku 480.000 lek. Shkoj atje në Durrës dhe e kisha marrë në një vend që është me 50 dhe unë kam ecë me 65. Tani unë nuk jam e qartë, në radh parë njerë për informacionin që nuk na e policia, se I ka gjithë të dhonat konkretisht. Dhe për të dytën gjë, unë besoj që gjobat e mdhaja duhet jenë 220-130. Se kur kalojmë në autostradën e Vlorës, I ke gjithë makinat e shtrenjta me 200, që ke frikë dhe veti jap krahun. Nuk e di çfarë ndodh. Madje nuk du të, me gjithë respektin që kam për njerëzit që punojnë polici, se tek e fundit janë rrogtar, do jetojnë do hanë bukë, po nuk e di pse janë kaq indiferent. Vende I shoh 2-3 makina të parkume, dhe ti në një moment që shkon në dyqan dhe e le makinën në blokazh, ti përsëri merr gjobë. Dhe merr me shumë vonesë merr vesh. Tani për ditë kontrolloj me Albania, sepse çfarë ka ndodhur. Nuk është problemi te gjobat, jam shumë dakord të edhe ligjit të zbatohet, po të rregullit jetë për të gjithë njësoj. Të kuptoj, ke shumë drejt. Ligje, po zbatohen vende. Kjo është shumë. Vetëm një gjobë ke, zonjë? Urdhë? Vetëm një gjobë ke? Unë marr shumë gjoba të vogla. Po këtë 300.000 lekëshen? Në një sekond, në një vend ishin rresht makinat. Dhe unë brava. O burra, 30.000 lekë. Pas ke qimin e derrit. Bravo, qoftë, kam qimin e derrit dhe ç'është më e bukur? Shkova e kapa dhe atë punonjës në policisë, I thash o zotëria, ishin gjithë makinat këtu. Jo dhe apo ti ishe e Tiranës, ta. Ti e Tiranë të mi gote, ta ne jemi tu në Gjirokastë, një gjonë, qoftë është për qesh, më mirë me e ti, thash ato lekë, se sa ti qoj atja. Tani nuk po e sem për qeshës, se duhet marrin dhe tjerë në telefon. Ke shumë të drejtë. Një sugjerim. Për gjobën 300.000 lekëshe, më çuditi fakti që nuk e kishin dosjen. Më çuditi fakti që nuk shikoja foton. Unë makinën e len rrugë tu, te portat e Selvia. Ti ka mundësi, domethënë ti më thua ke marr gjobë, ti lan rrugë dhe në të njëjtën kohë ti mjet një foto që makina është e parkuar në faqet murit ke porta. Kaq. Kjo domethënë nuk e di, jam shumë e paqartë për gjoba. Tani vetëm një gjë zonjë.
të sugjeroj që gjobën mos ta paguash, prit edhe një vit të bëhet 2 vjeçari të amnistohet. Më fal, kjo është ndoshta e palishme, po për mendimin tim, sugjerimi im. Kam një mëllë tjetër. Unë e kam mbyll atë gjobës. Po mirë pra, e pagove ti gjobën? Nuk e kam pagu. Shumë mirë. Prit edhe një vit sa të amnistohet. Qa ti bëjmë tash? Kevin, jo, unë e kam këtu fjalën. Të kuptoj, ketë drejt. Në moment që ti gjobë, njoftoje tjetrin. Gjithë pjesën e kam të njoftimi. Të kuptova. Pastaj e ndjek vetë procedurën unë, mirë apo keq. Të kuptova. Je shumë i mirë. Faleminderit zonjë. Zoti i shtok protestuesit, Zoti e çlirov Shqipërinë nga Xhirama. Je shumë i mirë, ciao. Mirë zonjë, faleminderit për telefonatën, gjithë mirat, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri. Unë jam një i moshuar dhe përshëndes. Alo. Po zotëri, e drejt për drejt, po të dëgjoj. Po. Ju faleminderit. Përshëndes protestuesit që po bëjnë një patriotizëm, një adetarizëm të pashembull, i cili në këto ditë të nxehta shkruan me gërma harta historinë e ditëve tona. Aprajon të gjithë Poja Kusha, Toto Galica, Mirë Sokoli, të cilit nuk përkurën përpara çdo sfide që u del përpara. Mendoj që asaj logos që është simbol i protestës, Rama jepet dorëheqjen, ti shtohet dhe një fjali tjetër duke e bërë se nuk majte premtimin dhe kjo fjali plotëson të parën dhe të dyja së bashku ka një domethënie më të plotësuar. Pra, Rama jepet dorëheqjen se nuk majte premtimin. Kjo është i dedikohet direkt ti udhëheqësi me aftësi të kufizuar. E kuptova. Një tjetër kam një shqetësim. Po? Motorrat në ditët e sotme në të rrugët e Tiranës janë vërtet shqetësim alarmant. Ministri i Mbrëmshëm ka dhënë urdhër për të kontrolluar prishjen e qetësisë publike për muzikën, duke kontrolluar decibelet e saj në orën 20 të darkës, në orën 22 e merradh. Pasor 23. Po? Gjurma atyne që është 100 fish më e madhe se gjurma e muzikës, nuk trazot njëri të shqetësohet, sepse si duket nuk kanë sistemin e kontrollit dhe ato që paguhen janë vërtet të ambientuar ose të komprometuar me zhurmat që bëjnë motorat. Të kuptoj. Motora po zhurmë ka me qindra sot. Ato që bëjnë zhurmë të hiqen nga përdorimi u burri do. Të kuptoj. Mund të rregullohet marmita, zotëri, por gjithsesi keni drejt, është shqetësuese. Kam edhe 3 vargje, 4 vargje që thuhet nga shoqëria popullore që janë aktuale sot. Po, shkurtimisht lutem, jepi. I halli kur do të delet është bërë populli fukara, kanë bu ujkur me rujdelet, derisa të mes vasa pa gjatë. Shumë e bukur zotërit, faleminderit për telefonatën edhe për vargjet edhe për shqetësimet që ngritet. Përshëndet, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotëri. Mirë se djeta. Mirë se erdhe zotëri, urdhra. Po, shiko, unë kisha diçka me për këtë propozimin që na ka bën Edi Ramavici për kufizimin, shkurtimin e numrit të njësive vendore, bashkive. Po, 15 bashkive, propozimi PS-s. Po pra, pretendimi i ty në komunistave, edhe i komunistave telefonus, jo edhe në te ju, por edhe në kanalet tjera, është ky që me këtë shkurtim ullet numri i punësumve, normalisht ullen edhe shpenzimet tojnë të komunistat. Por unë du me thanë që jo, kjo nuk është e vërtet. Para nga 2 ditë, pyta atë qatë GDP-n që thohet, GPT. sa njësi vendore ka pas në vitin 2013
kur në pushtet ishte Partia Demokratike, sa kanë kënë të punësum në këto njësi vendore, dhe normalisht edhe për kuën që po drejton vendin, po shtrenon vendin Partia Socialiste e Edi Ramës. Edhe më rezulton këto shifra, në vitin 2013 ka pas 65 bashki, edhe 308 njësi vendore tjera komuna. Edhe ka pas të punësum gjithsejt 19.000, gjithka 19.000 persona. Në 20.000 persona të punësum. Vetëm pushteti vendor. Në vitin 2023, sepse për vitin 2026 nuk kishtë të dhana, në vitin 2023, pra që është Partia Socialiste në pushtet, ka 61 bashki me pothuajse 40.000 të punësum në këto bashki. Hajde. Sa njësi vendore ka pas në kohën ku ka kanë për gjëja 470 disha, dhe sa të punësum ka pas, shif me 61 bashki, sa të punësum ka të kuptova. I kjo është banë që foli dikush për një loj efektivitetit të eficiencë të punojshve që janë punësum. Por unë kam që është një gjatë tjetër që i shkortën vend këto bashkit, kjo Partia Socialiste, sepse në adina që pothuajse gjysa e drejtuesave të bashkisë që i përfaqësojnë Partinë Socialiste, o janë burg, o janë në hetim, o janë në masat të ndryshme sigurie. Edhe kështu ullë rrezikun për të arrestuar njerëzit, thua ti. Sa më pak bashkia, aq më pak rrezik ka që të futen njerëzit në përburgje. Kjo është njëna, por është edhe tjetra. Probabiliteti është më i ullët. Interesante kjo. Me kandiduar për këtë bashkije në çiklin e PS-s, nuk duhet gjaja punë, s'kam pak të hinë në burg për Edi Ramën. Kjo është arsyeja, nuk ka as njerëzit ku i gjenë mo Edi Rama të shdi. Arsyeja vërtet është që nuk ka njerëz një dhe probabiliteti për të rënë në burg nëse ka më pak bashki është më i ullët. Kjo është arsyetimi juaj. A mendoni se kam drejt? A më jep drejt edhe juve, ja? Faleminderit zotëri, po. Kisha edhe një problem tjetër. Shkurtimisht, lutem. Po, ky është mëna dhe më e rëndësishëm. Mungën një ilaç, ka 3 muaj. Po? Që ky ilaç është shumë i rëndësishëm për smundje të gjakut. Është një ilaç që quhet Hydmoxia. Ky ilaç shërben për ulljen e trombociteve në gjak kur ato janë të larta. Të kuptoj. Unë kam një person familje që mjekohet me këtë ilaç. Dhe ilaçi ku merret zakonisht? Se nuk e kam ide. Ilaçi. Ky lloj ilaçi. Merret në farmaci. Deri tash e kena marrë me rimbursim. Megjithëse ka shumë procedura që duhet me kaluar. Dhe është hequr nga lista e rimbursimit apo thjesht nuk është mungesë? Por kryesorja është që nuk ka tash 3 muaj as në farmaci. Është në mungesë. As pa rimbursim. Të kuptoj zotëri. Tani mjeku i familjes duhet t'japi një barn alternative. Jena drejtuar në këta instancët kodër të fondi i zhvillimit i quhen në Poliklinikën Qendrore. Ata japin përgjigje që... Të kuptova, ja ta shpjegoj dhe unë zotëri. Tani për barnat që janë në mungesë, në për farmaci, se farmacit janë private, nuk e çfarë bën, mjeku i familjes duhet t'japi një barn alternative dhe ajo që mund bëhet është që t'i kërkohet shtetit që të marri dhe të fusin listë rimbursimi barnet alternative që ju mos paguani, po kaq është. Njëjtin shqetësim e ka marrë edhe nga një qytetare në Fier pak kohë parë për të njëjtën barn. Gjithsesi, në këtë raste mjeku i familjes do t'japi barn alternative. Unë falenderoj për telefonatën, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes e trujti molli zot. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje trujti molli zot tak. Gjithashtu, faleminderit, urdhro. Qa kena me full në të shkretit, në të fullin në bëllë, të bërdidin në bëllë, sot ka fitu reklama mërzëtnia, ta bjeni loqet të shpia, reklama shpirti trektis, të peshe vetë që ato u bon. A fitu spitali privat, shtetnori ka dek, se di shtetnori gjithë ka. E ujë, të kanalit, të kja. A ka në i vend qeve në flamurin shqiptar, që Shqipni të që e kanë quni këtë gradë? Tërkum,
Unë e di se kërkun. Zvin të unë të ma qojnë flamurin të blektoria, të stova derova, të stova pulova, të kuelta. Pa të vinë më të ma qojnë ndikua, të ujë që mbjena. Të i smetit që mbana. Kalon me 100.000 lek pension, morë zëtni ma ka horë 4 vjetë dhejtën e pensionit mu, e 16 vjetë grus. Me rënat e tëne, të më qitë 2 vjetë, 3 vjetë, të më qitë herë femen, herë moshku. Sa ka po dreciva kive Shqipni banë kështu morë. Po si të nëzorën femër? Kam qef si të rëshë mirë, po nuk ecët me reklama. Të kuptoj, po si të nëzorën femër? Pse të nëzorën femër? Nuk ecët me bileta. Dënë punë populli, dënë shdet populli, dënë ushqim populli, dënë ushqimin me postër. Hajde shipe bastonin tem, hajde shipe mëllatarët e mija, hajde shipe kopsin që punoj. A i vej plas mas poshtë, a i vej plas mas në altyja. Hajde haje, zjedë gjohën plaqa. Që nëzjenë mu se jam ullë që do edhe në stamak. Që nëzjenë mu gjohë, jam 71 vjeqë. Të kuptoj. Fëmija, se hanë, që banë fëmija i shkret, që din fëmija i shkret. Faleminderit për jush. Të kuptova. Faleminderit zotëri për telefonatën. Presimi tjetër telefonat, mirë mëngjes, përshëndetje. Po, kërkoj njës, përshëndetje, po telefonoj edhe njëherë, ma që një gjohë, shpjegimin tuj për atë ilaqin e trombociteve. Po. Ju thos, duhet të drejtu të mjeku, familjes e tjera, për me gjërënsu atë ilaq me një ilaq tjetër. Po. Po ju nuk vlat me i përpunu, mos e aboni edhe ju si ata komunistat që na i fikin telefonat. O zotri, ke folë 5 minuta, o zotri, më falë, të respektoj shumë, po 5 minuta ti lëm dhe tjeret flasin, o bërë. Atë mjeku specialist në Shkodër, edhe të kërë fondi zhvillimit, o djali, nuk ka ilaq tjetër mi gjërënsu, thojnë, që tanë ta. Nuk ka tjetër. Nuk ka tjetër, thonë ata. Komunistat i ilaqit bun tjena dhe fatal më për të smurin. Të kuptoj pra, po 3 muaj e shumë... Mas leqësi edhe ju. Se ju jeni gazetar, nuk jeni njët, edhe nuk vuni shliqër për kësaj... O, zotri, po 3 muaj duhet gjendet një barë në alternative, pra unë të falenderoj që e ngritë si shqetësim. Nuk ka tjetër, kur të dalin, thojnë, kur të vinë, thojnë. Ka dalë për qarkullimit kjo lloj ilaqit, nuk prodhohet ma. Kur prodhohet tjetëri, kur fillojnë tjetëri, do të marrë një mjekimin. Po nëse ka dalë në qarkullimit, qa do prisni, o zotri? Unë pres në më zënënsu me një ilaq tjetër. Po këtë po thosh edhe unë. Dudem, mjeku më thot, nuk ka prit kur të dalin. A kuptën të ti se qfar mjekësijet kena në, qfar ministresh në cijet kena, e qfar kryeministrit kena, që në thënë e keni shnëtsin fare. Po këtë se diskutoj fare unë, zotri, po thosha që tani nuk do presësh, si do presësh, nëse ke 3 muaj dhe ajo është jetësore si barnë, si do e bësh, kjo është ideja. Po, si do e bësh, a që e ka smundin më të përparume, rëzliku i ti, do shkojnë të atje ku shkohet përfundimisht. Që prit për në ta, a kupton të ishte, a dhe ti nuk e kupton të përgjigje, që me thonë prit. Se kupton ti e zotri i përgjigjen, unë e kuptova, tani pritja më duket të kotë, duhet të jepet një alternativë, unë po pyes gjithsesi. Po nuk na japi në të kuptova, mirë se... Unë i kam qu në Messenger... Të kuptova, do e ngrem si shqetësim. Këtë problem... Të falemderit për telefonatën, zotri, nërko po pyes edhe informacisë për kuriozitet. Presimi tjetër telefonat, mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Përshëndetje, zotri. Të bëni... Mirë jemi neve. Po, jo, që jep këtire dhe ka që minuta të flasëm, dhe kemi të gjuar ati të report të vëja këtë të gjojmë kudo që është... Gatra matra kukura. Lera të flasim njerët atje për protestën, të flasim për temperaturat e larta, të flasim për maditjen, të flasim për energjinë, të flasim për të tëra. Po mirë, se edhe barnat janë esenciale. 2 minuta bëne... Fiksoj e kohën, ma vjen keq. Kete drejt këtu. Ka nevoj, jo, puna juaj, ma ju keni gazetar dhe unë kam... Jo, ke shumë të drejt, zotri, këtu këtë se diskutoj më ke drejt, tu jepi. Vetëm kaj do të toshja që për një shqetësimin tim, jo personal, por për gjithë komunitetin këtu në mashkullor dhe kam folë disa herë. Po.
kemi një rrugë që ta kam thënë është matur 5 herë, 6 herë, dhe si nuk kanë dhënë një lopat të vinë, po u coptuan me makina, u coptuan me bagëti, u coptuan... Po dale ose s'kanë mbaruar matjen o burr. Po dale ta masin tamam o burr. Pardon? Dale të mbarojnë matjen një herë. Po qa matje më bëvajtë dhe kanë matë 5 herë më që ku ka arë kretari që mori... Ore edhe 10 herë do e masin, deri sa ta masin tamam. Ore nuk i kërkojmë as ndryshim, nuk i kërkojmë as gjelbërim, po si kërkojmë asgjë mo asgjë. Po asgjë si kërkojmë. I kemi më shqeqir zoti rrugën të mire kemi. Ujnë e kemi shumë mirë, rjetin e brëqëm e kemi shumë të mirë. Lavdis Ali Berisën, më që na i bëri dhe krijetari të komunës Dragos Loglit, që na shtroi disa rrugë, na bëri sheshin e fshatit model, të them. Po këta vajtën 13-14, po s'kan gull një gosh më në mashkullor. Por unë e sfidoj hapur, o zoti gazetar. Le të me këtë doj, më qoftë krijetari, qoftë nën krijetari, o qoftë administratori. Këta kanë gjetur një metodë, ajtë bukur tani, çfarë bëjmë? Zgjedhin krije këto krijetari bashkisë do zgjidhet krije flak në çatra për mos të hapur gojën dhe për mos u anguar për asgjë. Zgjedhin administratorin e zgjedh vetë këto krijetari për mos të punuar dhe për mos të shqetësuar burras. Se mlidhet fshati të zgjedhë një krije flak është i komanduar nga krijetari i bashkisë. Në qoftë se nuk zgjidhet ai që do krijetari i bashkisë, nuk kalon në qyllin bashkiak dhe nuk zgjidhet do bëhen zgjedhje të reja. E kupton ku kemi arritur mo? Dhe një krije flak që kemi të drejta zgjedhje vetë, një administrator që kemi të drejta zgjedhje vetë. Kaqe, edhe tjetrat janë bëjmë Sirja nëpërmjet televizionit tuaj krijetarit të bashkisë, administratorit kujdo. Kemi dhe një çezëm religje. Ndoshta mos edhe e përsërit, që në 14 greku 14 e restauroi dhe e bëri shumë të bukur. Sot koha e ka degraduar, është rëzuar, është bërë hapur, po të falë, do kaloj gjeni mo ka qenë çezëm e këtuse me 500 vjeçare mo. Me të gjitha modelet, i vetmi resort që kemi të kaloj njeri dhe të lagji ballin me ujë. Të kuptova. Të faleminderit për telefonatën, besoj u morën gjitha shqetësimet tuaja, përshëndes, ne e mbyllim, kthehemi pas pak me motin dhe trafikun. Publicitet.